Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë Allahut të madhëruar, ndërsa lavdata dhe bekimet e tij janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi dhe sot në takimin e radhës me ligjëratat tona të përjavshme dhe do të jemi gjithashtu me lenin Allah të manduar në takimin e radhës me emrin e ri nga emrat e Allahut Azza wa Jall. Dhe kemi përmendur disa herë dhe duhet vazhdimisht ta theksojmë se njohja e Allahut Xhalla Xhelalu është ajo që patjetër duhet ta bëjmë dhe mbi të cilën ndërtohet pastaj çdo njohuri e jone dhe çdo zhvillim dhe përparim i joni, qoftë në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me këtë botë apo edhe me shpëtimin tonë në botën tjetër. Dhe në qoftë se në çdo ligjërat do t'i përsëritim të njëjta që i kemi thënë në lidhje me nevojën tonë që kemi njohjen e Allahut Azza wa Jall, mendoj se nuk do të ishte kujtim i përsëritur, por do të ishte gjithmonë diçka e re për neve, nga se gafleti i dunjas është shumë më i madh sa për kujtimin që jemi duke marrë. Prandaj vëllezëruar, kemi nevojë vazhdimisht ta kujtojmë veten tonë për ta larguar ndryshkun e këtij gafleti i cili fatkeqësisht sado që po ecim përpara dhe po marrim një hap me shku me tutje, po ndodh që ndoshta të sbrapsemi dy të tjerë mrapa. Andaj ajo që na mban gjithmonë në pozicionin e duhur dhe na jep fuqi për të vazhduar me tutje është freskia e këtij kujtimi. Freskia e këtyre mësimeve që kanë të bëjnë me njohjen e Allahut Azza wa Jall. Derisa kjo njohje të bëhet mishi dhe gjaku jonë. Derisa kjo njohje të bëhet pjesë përbërëse jetës tonë që nuk dim të jetojmë ndryshe pas kështu. Nuk dim të mendojmë ndryshe pas kështu, nuk dim të analizojmë ndryshe pas kështu e kështu me radhë. E për të arritur në këtë shkallë duhet kohë, duhet mund. Prandaj varësisht se sa i përkushtohemi këtij projekti, për aq që do të jemi përpara. Për aq që neglizhojmë këtë, atëherë do të kthehemi vazhdimisht në pikën 0, Allahu xhallahu ala na ruaj dhe na fal. Kemi thënë se zemra jon ka nevojë që të ushqehet edhe me mësime që e shtojnë dashurinë për Allahun xhallahu ala, e shtojnë shpresën, e shtojnë madhërimin ndaj Allahut xhallahu ala, dhe gjitha këto që i mundsojnë zemrës një funksionalitet të mirëfillt, të duhur, ta bën zemra punën e duhur. E në qofë se zemra e bën punë në dur, atër nuk do të mbetet gjymtyr në trupin e njeriut, e cila nuk do të bën punë në dur. Nga se në momentin kur udhëheci është në rregull, patjetër do të sistemohen edhe pjesët e mbetura të kësaj ushtrie. Andaj ne si musliman e kemi përmend vazhdimisht, kemi kaos në jetën tonë, dhe ky kaos manifestohet në shumë aspekte. Edhe në aspektin e njohurive që i kemi dhe informatave që i marrim, edhe mësimeve dhe praktikave dhe shumë gjërave. Prandaj kërkohet një disiplinë e cila e kthen sistemin i cili duhet funksionon. E nuk kthehet sistemi nëse udhëheqi është i shkapërderdhur. Në këtë rast fjala është për zemrën. Për këtë arsye këto mësime bëhen gjithmonë edhe më interesante dhe më interesante, bëhen më të rëndësishme dhe më të rëndësishme. Pikërisht për shkak të kësaj që e përmenda dhe shumë arsyeve tjera që i kemi përmendur të kaluarën dhe që ekziston mundësia të i përmendim edhe të ardhmen. Emri i Allahut që sot do të flasim për të, vëllezëruar, është një emër i Allahut te bareke ve teala i cili e ushqen këtë zemër me madhërimin tonë ndaj Allahut xhallahu ala, fillimisht e pastaj edhe me disa adhurime tjera që duhet zemra t'ia kushton Zotit të saj. Ky emër është përmendur në Kur'an dhe fjala është për emrin e Allahut El-Muhit. El-Muhit është emër për emrave të Allahut Azza wa Jall që sikur që e përmenda është përmend disa në Kur'an, sikur që kemi e përmend. Në qoftë se do të fillojmë zbërthimin e këtij emri që nga aspekti gjuhësor. Atëherë në aspektin gjuhësor do të thotë kjo fjalë dhe ato që dalin prej rrënies së kësaj fjale përdoren për disa kuptime. Dhe të gjitha këto kuptime pastaj na duhen edhe tek pika që do të flasim për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall. Ahata yuhitu në gjuhën arabe
sikur që e përmend ai ka disa kuptime. Një kuptim është, do të thotë, kur diçka përfshin tërsi. Prandaj thuhet e hattu bihi ilmen, e kam përfshi dijen e kësaj tërsi. Do të thotë nuk kam lënë asnjë gjë pa u informuar për të lidhur me këtë çështje. Është një lloj gjithë përfshirje e diçkafit në njohuri. Dhe gjithashtu ihata në gjuhën arabe është për qëllim një lloj rrethoje që ruan atë që është brenda nga çdo gjë që është jashtë. Për këtë arsye edhe në gjuhën arabe murit i thonë hait, apo nga sa të mbron nga jashtë, edhe nga të ftahtit, edhe nga të nxehtit, por edhe të mbron sekrete brendshme që mos të shihen jashtë. Të mundson një lloj privatësie brenda murave të shtëpisë tënde. Dhe të jap me kuptuar një lloj pronësie tënde që të ndon ty për dikujt tjetër. Andaj thonë hait, i thuhet, do thotë murit. Gjithashtu edhe murit përzgjedhshëm që vendoset rreth kopshtit të majit thonë hait. Pse? Pse e ka rrethuar që mos lejon të futen bakteria ose kafshë ndryshme të prishin ato që janë brenda kopshtit. Gjithashtu nga kjo rrënjë vije gjithashtu fjala el ihtiyat. Ihtiyat në gjuhën arabe është kur dikush i merr masat e duhura për sukses. Andaj ihtata në njëri për shembull nuk e ka bërë këtë punë, për çfarë arsye? Nga se i ka marrë masat e duhura, e ka një farë rezerve për ballë diçkafit. Prandaj edhe ky është një kuptim që vije nga rrënja e kësaj fjale. Dhe gjithashtu ka dhe kuptim që mund të përmendim këtu, kuptimin e një lloj pushteti, një lloj kontrolli mbi diç. Një lloj kontrolli mbi diç që nuk del jashtë mbikëqyrjes së caktuar, nuk del jashtë kontrollit të caktuar. Edhe në këtë kuptim përmendet fjala ihata ose me kuptim ose me rrënjët e kësaj fjale që nga kjo rrënjë vije emri Allahut el-Muhit. Dhe padyshim se kur do t'i përmendim ajetet ku është përmend emri Allahut el-Muhit, do të na japet edhe më tepër, do të na bëhet edhe më e qartë se për çfarë kuptime bëhet fjalë. Emri Allahut el-Muhit është përmend 8 herë në Kur'an. Do të është për emrave që janë përmend kogja shpesh në Kur'an, nga se me jap këtë hapësirë 8 herë, do të thotë e ka një rëndësi të posaçme. Dhe përmendja e këtij emri në Kur'an ka ardhur në kontekste të ndryshme. Dhe varësisht në çfarë konteksti ka ardhur, edhe ka marrë njërin nga kuptimet që i përmendëm më herët. Prandaj një prej ajeteve që flet se Allahu xhallahu ala ka këtë emër është ajeti në fillim të surës Al-Baqara, në ajetin numër 19, wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun bil kafirin. Allahu është muhit ndaj pabesimtarve. Çka është muhit? Është i kanë në grosht, nuk kanë ku me ikë. I kanë në dorë. Andaj nuk kanë, i ka rrethuar nga gjitha anët. Janë në dorën e tij, janë në dijen e tij, janë në pushtetin e tij, janë të rrethuar, nuk kanë ka të ikën, ka do që të shkojnë ata. Andaj muhitun bil kafirin. Gjithashtu Allahu xhallahu ala në surën Ali Imran në ajetin 128, inna Allaha bima ya'maluna muhit. Allahu azza wa jall për atë çfarë ata veprojnë është muhit. Do thotë dija e tij është prezente në çdo vepër të tyre. Dhe kur themi muhit është diç më tepër se me thon dituri. Apo nga cili aspekt? Në qovë se për shembull ne kemi një libër para vetes. Dhe dikush prej neve e merr atë libër dhe e lexon me 10 herë. Dhe nuk mbetet në atë libër asgjë nga dituria përmend në libër që nuk e din. Krejti ka mësu. Po mendoj ato që kanë libër. Megjithatë i thuhet, tash si mbas në gjuhën arabe,
i thuhet se e din çka ka libër, por nuk i thuhet muhit për atë çka ka libër. Pse? Pse ai libër ka, do të thotë, informata të nevojshme që duhet me ditë ma tepër se ajo që shunte. Në çfarë aspekti? Në aspektin për shembull kvaliteti të letrës që është përdor. Apo ti din tekstin, por nuk e din letrën që është përdor. Apo nuk e din çmimin real të botimit të librit. Apo nuk e din shumë gjëra që kanë të bëjnë me qëllimet e autorit në librit. Ti i kupton sipas kuptimit tënd. Apo pastaj nuk e din se a është krejt ajo që ti e ke kuptuar pikërisht ajo që është përmend në libër. Prandaj ihata është në gjuhën arabe në këtë kuptim që Allahu krejt ato që ka vepruar e din, nuk është vetë e din çka ke vepruar ti, po e din pse ke vepruar. Çka të ka shtyr me vepru, ndikimin e këtij veprimi, apo çka u kon më mirë ti me vepru. Ana shumë gjëra që kanë të bëjnë me vetë veprimin, e jo të ndalet tek vetë veprimi. Prandaj kur Allah xhalla xhelalu thot inna Allah bima ya'maluna muhit, se Allah xhalla është muhit për atë që ata veprojnë, nën kupton të gjitha ato që ne mund t'i përmendim apo ato që nuk dim t'i përmendim që kanë të bëjnë me një veprim. Nëse njeriu mund ta bëjë një veprim, por mund të mos jetë i vetëdijshëm për vetë veprimin. Apo, për shembull, e ke bërë një veprim të saktuar që ke menduar se është i mirë, por a e dinte se sa ka të tjerë shumë më të mirë se ky, nuk e din. Andaj ti vetë nuk je muhit për punët e tuaja. Nëse Allah xhallahu ala është muhit për punët e të gjitha krijesat e tij. Ai e din njëtin e çdo njeriu, çdo krijese që e ka krijuar, e din qëllimin e tij pse ka bërë këtë vepër. E din motivin e tij. E din atë që ka në zemrën e tij për ballë kësaj vepre. E din disponimin e tij për ballë kësaj vepre. A ka bërë me dëshirë apo ka bërë pa dëshirë? E din reflektimin e kësaj vepre në mënyrë të detajzuar dhe perfekte. E shumë të tjera që kanë të bëjnë me veprimin. Prandaj kur themi se Allahu din çka veprojmë, aja din çka veprojmë mund të përkufizohet në vetë veprimin. Don, ai e din tash, ai e duke shkruar a nuk e duke shkruar. Ai e din tash ti. Për shembull, çka je duke mendu edhe çka nuk je duke mendu. Ai e din. Kjo është e din. Po kur themi yuhit, është diçka shumë për te asoj që e din. Nuk hin në detalet e kësaj njohje. Prandaj Allahu këtu thot, dallon kur thot inna Allah bi kulli shay'in alim, se Allahu xhallahu ala është i gjithditur për çdo gjë, dhe dallon kur thot bima ya'maluna muhit, se Allahu xhallahu ala është muhit për ato që ka veprojnë. Andaj këtu kemi një kuptim të shtuar të dije se Allahu xhallahu ala përball veprave të krijesave. Gjithashtu të Allahu xhallahu ala në surën An-Nisa në ajetin 126 thot wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Shikon fillim Bekara tha muhitun bil kafirin. Apo muhit për kafirin, për pabesimtarët. Pastaj në Ali Imran tha për atë që ka veprani. Nërsa Nisa thot për çdo gjë muhit. Ka përfshi Allahu xhallahu ala në fuqinë e tij, në dijen e tij, në shumë cilësi dhe emrat e tij, çdo gjë. Edhe besimtarët, të gjitha krijesat, edhe dina që kanë vepruar dhe kanë dorë e shumë të tjera që mund të përmend në lidhje me këtë emër të Allahut azza wa jalla. Prandaj sikur që përmenda se janë përmend 8 ajete apo 8 vende në Kur'an është përmend emri Allahut El-Muhit. Dhe du me përmend edhe një wallahu në surën Buruj. Kur përmend Allahu te baraka ve taala dhunën dhe presionin që e ka ushtruar një grup njerëzish ndaj disa besimtarëve. Apo? Dhe t'ja përshtypje se këta që janë duke dhunuar kanë pushtet pa kontestueshëm ndaj atyre që po dhunohen. T'ja përshtypje fotografia që ti e shen nga vet prezantimi i ngjarjes se këta që po dënohen absolutisht nuk kanë asgjë në dorë. Dhe këta që po dënojnë mund të bëjnë çfarë të dojnë. E pikërisht Allahu thot: "Wallahu min waraihim muhit." Allahu xhallahu ala
pas tërë kësaj skene që e pesheni, apo është një muhit, apo është edhe një rreth tjetër që nuk pesheni. Ju pesheni një rrethim caktuar, që jeni rrethuar brenda ti. Ju pesheni një ngulfatje që po i shkaktohet për një rreth caktuar, apo po min waraihim pas kësaj, pasoj skene që po e shihni, është një muhit. Është ai që e ka qit një rreth tjetër. Ai rreth tjetër për dikën është zgjerim, nga se e ka ngushtuar një rreth, ndërsa për dikën është kufizim, apo nga se nuk ka ku me ik pas të rrethit të ngushtuar që e ka shkaktuar të tjerëve. Andaj shiko përdorimi i këtij emri, do të thotë subhanallah, në këtë vend sa kuptime nxjerr kur besimtari mediton rreth tyre aftë. Prandaj këtu janë disa prej, sikur që e përmenda, domethënë vendeve në Kur'an ku është përmend emri Allahut El-Muhit. Edhe pse sikur që thash se vet ajetën nëse i meditojmë vëllëruar na japin me kuptu se cili është kuptimi i emrit El-Muhit. Mirë po, për ta përmbledhur që e thash se pas kuptimi gjuhësor nuk shkon larg edhe kuptimi i emrit të Allahut El-Muhit në raport me Allahun xhallahu ala. Fillimisht tham se ka të bëjë me ndërmarrjen e masave të duhura, që çdo gjë shkon në rregull. Apo për shembull njerëzit në kësaj bote kur duhen me bëjë diçka, për shembull zakonisht po them ata që mendojnë me bë punën caktojnë limit caktuar për një pajisje. Po nuk është fundi i saj. Ata kanë lënë edhe një lloj, i kanë ndërmarrë do masa tjera të shtuara që nëse ndodh pak më shumë, apo e bën pajisja. Do i ka marrë gjitha masat sigurisë që të jetë këtë rregull apo. Nëse kjo është teknikë nga nuk di çka ka ndodhur. Por tek Allahu xhallahu ala, Allahu te baraka ve taala i ka rregulluar të gjitha gjërat, i ka ndërmarrë të gjitha masat e duhura, apo që duhen për shembull për ta kuptuar fenë e tij apo. Që duhen për ta zbatuar fenë e tij apo. Që duhen për ta bërë këtë ose atë kështu me radhë. Andaj kur Allahu e ka zbrit Kur'anin, kujt ja ka zbrit? E ka zbrit ti njeriu. Apo ato që Allahu e kërkon nga njeriu në Kur'an, a është fundi i mundësisë së njeriu? Nuk është apo. E ndërmend masa sigurisë që situata caktuara më bë pak më dobësu kënjëri, a pet mbetet i mundshëm me bëjt këtë dinë apo. Për kush e ka përshtat këtë me këtë? Ai që është El-Muhit. Ndërmarrja e masave të duhura që të jetë gjithmonë gjithçka në rregull apo. Jo pse apo tek Allahu ndodh diçka e paparashikueshme larg asaj. Nëse kjo Muhit është në lidhje me El-Alim, që është i gjithdijshëm, ai e din çka ka ndodhur dhe çfarë do të ndodh, dhe ajo që nuk ka ndodhur, po të ndodhë se do të ndodh, këtë Allahu i din. Edhe është përmendon kët El-Alim kur përfshihet në El-Muhit. Kjo është një kuptim në raport me Allahun xhallahu ala. Kuptimi i dytë i emrit Allahut El-Muhit në raport me Allahun xhallahu ala është kuptimi që e ushqen zemrën me madhrim të Allahut xhallahu ala. Allahu xhallahu ala kur themi se ka përfshirë çdo gjë, përfshirja e tij vëllëruar, a është cilësi veprore apo qendrore e tij? Disa kanë kontestuar që të jetë cilësi, që të jetë veprim qendror i Allahut azza xal, për shkak se kanë dashur me kuptu këtë përfshirje me logjikën e tyre apo. Dhe i bie sikur të jetë Allahu si pasojë një orbit që mbrana ti si çdo gjë apo. Nuk është sot apo. Allahu xhallahu ala nuk është në kuptim që ka përfshi. Mirë, po, nga se Allahu xhallahu ala nuk e ka përfshi as arshi i tij, as asgjë. Por Allahu xhallahu ala është mbi të gjitha. Sikur që ka në hadith në Abdullah ibn Mesudit, apo se si janë qetë edhe toka, si janë qetë toka në raport me arshin Allahun azza xal. Andaj ai ka ngrusht. Allahu xhallahu ala i ka ngrusht sikur se dikush për që e mban kokën e grurit. Apo e ti nëse e mban kokën e grurit në dorë këtu, e ke në dorën tënde. E s'ka ka të shkon. A ke rrethu ti si orbit apo ti e ke në dorë nga madhëria që e ke apo në raport me
kokën e grurit apo. Kjo na që kuptojmë. Parasysh që na raport me Allahun xhallahu ala muhit. Qiejtë dhe tokën, gjitha i ka në dorën e tij. Nuk ka mundësi të ik asgjë. Nuk ka mundësi të shpëton asgjë prej tij. Nuk ka mundësi asgjë të bën diç pa lejen e tij atë. Prandaj kjo përfshirje e çdo gjëje në kontrollin e Allahut azza xal, në pushtetin e sundimin e tij, në dijen e tij, është një kuptim që del nga emri i Allahut El Muhit. Dhe gjithashtu kur Allahu xhallahu ala thot muhitun bil kafirin, është një kuptim i shtuar e asaj që e tham, se Allahu xhallahu ala të gjithë i ka ndorë, nuk kanë mundësi me ik, nuk kanë mundësi me ik. Dhe shikoje jetën e kësaj bote. Cili është litari që i kap të gjithë njerëzit? S'ka mundësi njëri me ik ati litari. Cili është litar? Vdekja. Vdekja. Njerëzit që ikin pe Allahut azza xal, në drejtim të kujt shkojnë? Në drejtim të vdekjes. A ka mundësi ndonjë njeriu më ia kthy shpinën vdekjes dhe vdekja me qenë në kërkim të tij? Ja. Ja. Të gjithë ne jemi në drejtim të vdekjes. Është drejtim i imponuar, nuk ke mundësi mu kthy të trona. Është e pamundshme. Nuk mundesh. Ka do që të kthehesh e gjen vdekjen. Ka do që të kthehesh. Dhe ka do që të shkash, je duke ju afruar vdekjes. Kur? Madje edhe kur të rrin. Andaj Allahu xhallahu ala vetëm me kët i ka sfiduar këtë se unë jam muhit. Ju kam dorë atë. E lëre me tjerat. Por vdekjen e ka vendosur litar që nuk ka mundësi as kusht të shmangë dhe as kusht të ikë. Madje e ka bërë anë që gjithmonë njerëzit kado që shkojnë e kanë përpara. Kur se kanë mbrapa? Kur as njëri nuk e ka vdekjen mbrapa, të gjithë e kanë vdekjen përpara atë. Andaj Allah nuk ka mundësi me ikë. Dhe kjo është një kuptim gjithashtu i emrit të Allahu xhallahu ala El Muhit. Dhe normalisht kur jemi tek ajo e dijes, jo vetëm për veprat në kuptim përgjithshëm, por çdo gjë e vogël dhe çdo gjë e madhe dhe çdo gjë e mesme dhe çka do qoftë që ndodh në këtë botë, apo Allahu xhallahu ala është muhit në kuptimin që e përmendëm më herët, apo të diturisë, të detajzuar e të gjitha reflektimeve që dalin nga vetë veprimi sikur që e përmendëm. Kjo është ajo që ka të bëjë me emrin Allah xhallahu ala El Muhit, do të thotë me kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu. Ndërsa sa i përket ndikimit të këtij emri në përditshmërinë e ndëruar, fillimisht emri Allah El Muhit edhe na e shton dashurinë për Allahun azza xhel, apo nga se kado që cilëmi e kemi, apo kado që cilëmi jemi në kujdesin e tij, por e shton edhe frikën dhe Allahu xhallahu ala se nuk ke mundësi me ik në asnjë moment. Prandaj Allahu xhallahu ala thot fafirru ila Allah. Apo ju kado që të shkoni, kado që të ikni tek Allahu keni më kthyer. Nuk ke mundësi me shku diku tjetër. Prandaj ik në drejtim të Allahut, apo të llogaritet ikje nga dënimi në mëshirë. Veç ti ashtu jetu në këtë drejtim. S'ki ka jetu shkuti. Apo kur Allah ikni tek Allahu, mirë ata që s'dojnë me ik tek Allahu, ku shkojnë ata? Ata kanë të ikë ata. Edhe tek Allahu. E çka i bën prekë tek Allahu? Apo në momentin kur jeni të ikë te Allahu, apo do në vet ikni me një tek mëshira e tij me ik dënimit të tij apo. Se ju të ik jeni. E pse ik nga mëshira e tij? Ti dikun kime përfundu, ja tek mëshira e tij, ja te dënimi i tij. Dikun kime shku. Ama ta i kime shku gjithsesi, s'ka me shku kërkon tjetër. Wallahi çdo kush prej neve takimin e ka me Allahun azza xal. Veç a don ti jesh në takim me Allahun e ai i mëshirshëm ndaj teje, e a don ti jesh në takim me Allahun e ai i ndaj teje. Çto ti kime zgjidh? Ama takimet e gjithsesi kjo. Ai fefirru illa Allah, ikni tek Allahu. Shiko, s'ka thonë fefirru ila rabbikum. Ikni tek Zoti juaj, apëtën.
jo, ose tek Zoti juaj, apo ai që ju ka hap shëndetin, edhe ai që ju ka hap ushqimin, apo ai nuk do të thonë se këtë ka bërë që ju don. Apo Allahu xhallahu ala ai jap shëndetin aty që nuk i don. Po, a jap Allahu xhallahu ala ushqimin aty që nuk i don? Po, jo jap. E me ik tek Zoti me këtë kuptim. S'do të thonë që je duke shkuar me dashuri atë. E pse ka përmendur me firru illa Allah? Nga se në qofë se ik tek Allahu me kuptimin e emrit Allah, e që është adhurimi ndaj tij, e që të është ikje e dur në tim të tij atë. Ka sti duke shkuar ta duke shkuar si ku më shkuar. Prandaj subhanallahu sa njerëz në këtë botë lodhen, bredhen, duke menduar se ikin nga e vërteta, duke menduar se ikin dhe i kanë shpëtuar ndoshta goditjeve që ju dhëmë, kanë dhimbje ato goditje, ju dhëmbin ato goditje për shkak se e trazojnë një gjendje stabile që ata e kanë garduar vetes tyre. Mirë po, është një thirrje i brendshëm që nuk i lën rahat kurrë ata. Nuk ka rahati, për atë nikë tek Allahu xhallahu ala ata. Andaj njerëzit mundohen me ik nga realiteti i natyrshmërisë së tyre, që i thret të bindën Allahut azza xhall, me ik me çka? Me ik me pasim e pshëvapsën, me dehje, muhabit, kanë bo mjedise që asë një thërmi e ati mjedisi nuk ta kujtën Allahut azza xhall. Duke këto, bëj për qëllim, me ik asaj thirrje që për ta është shqetësuese, sikur se Allahu xhallahu ala thot, idha dhukira Allah, kur përmend Allahu xhallahu ala, ishma'azzat qulubuhum. Me njëre fillojnë zemrat apo të trazohen, tash ku dul kjo? Apo kishe ai ik ball larg mos muni që këzo. Allahu ju thot el muhit, si ku me ik afat. Ka do që të cilësh, çdo gjë që të rrethon, të thret më ky tek Allahu azza wa jalla. S'ka rahati afat. Derisa nuk i përshtatesh klimës dhe thirrjes, s'ka rahati afat. Tani rahat. Përdesë ik pe Allahu azza wa jalla. Kur rahat s'ki më kon. Pse ka do që të shkojsh, është ai. Ka do që të shkojsh, ai të ka rrethu. Dhe thirrja e tij të ka rrethu. Edhe nga brendia jote, edhe nga jashtëmja jote, edhe nga çdo gjë që të rrethon, ai është. E brendshmja jote thirr për tek ai. E jashtëmja jote thirr për tek ai. Andaj mundohen njerëzit subhanallahu gjitha këto thirrje me ngulfat, me një dehje duke u zhyt në epshë, duke menduar se s'njihet ky zonë kur. O pat komunia atë. Momentin kur mendojnë se janë më të sigurt, el muhit, kam ju kallu se këtu jam. Apo? Sa njerëz janë mundu që me ndërtu sistem jetësor larg të thirrjeve atë. Kur gjë mos më kujto Allahu azza xhall, me ik pe ti atë. Edhe sistemin e jetës ka bërë të tillë, edhe shtëpinë e ka ndërtuar në vend të tillë, edhe brendinë e shtëpisë ka bërë të tillë, apo edhe është mundu familjen e tij me bën vend të tillë. Ja ka thënë Allahu xhallahu ala fëmijën e vet, me aprish qetësinë fallco që ka tentuar me apo vetë si apo me e thirr, ktheu edhe falo atë. Ktheu Allahu azza xhallahu. Para mëna, masiketi ka po. Përsëri el muhiti ka treguar se këtu jam, si ku më shkuava. Apo të kam rrethu për të nënve, i rrethumje, e i rrethuar i qka do të me bo për me pështu? Qka do të me bo? Do të më dërzu, Allah. Dërzohu. I rrethumje, s'mas rezistu mo, bal ke rezistu. Bal i ke rezistu thirive të Allah të azogjen. Apo, sare ka thire zani, sare të ka thire bo, këtë ke rezistu. Apo, ke bo një rezistenze. I rrethumje, dërzohu. Ka keme shku? Dërzohi Allah të azogjen. Dhe pështën, vetëm dorëzimin dhe ti është shpëtimi. Prandaj, njeriu i cili kupton emrin e Allahut el-Muhit, e din se vetëm dorëzimin dhe ti shpëton. Dhe i përshtatet pastaj ambientet për jetesë. Edhe në këtë botë, e mos të për botën të tjetër. Kurdo që reziston, apo vrahet, apo normalisht, ka një afat caktuar kohër për dorëzim. Por në qofë se nuk i respekton afatet kohore, dvrajnë. Apo, dvrajnë Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj, dikon e vran me vdekje të zemrës në këtë botë, dikon e vran me një sprovë të caktuar, dikon e vran në vrasje taman, e mbyt, e nxjerr për kësaj bote. Për shkak të rezistimi që ka dash m'ia bë,
rrethimit të emnit të Allahut el-Muhit, apo nuk i rezistohet Allahut azza wa jall, apo nuk mundesh nga se krejt qenja jote është me ta, veç ti me një nefs jetu tentu me jetu, po nuk mundesh, qysh ka mundësi një njeri që li ka ushtri, apo edhe është i rrethum, i thotë dorzohu, krejt ushtart i ka me ata që po thotë dorzohu, ndërsa ai vet për me rujt pozitën e tij veç, se din me bu më dorzu nuk bëhet i pari mo, apo veç ai do me rezistu, po nuk mundesh, pimbrena të vrojnë, pa i sa njerëz dojnë subhanallah, apo me garantu vetës tyne knaqësi, apo në atë marrë në vendime, unë e di që shme jetu, unë e vendosi për jetën tem, apo nuk dorzohet për shkak se egoja unë i ti se len, ju përullë Allah të azogjera, po të vranë pimrena të vranë të qka, s'lerat, po s'danë saj do mu dorzu ati që po e thret dorzoja, se zemrë është me Allah në azogjel, krejt qka ka të mresh me Allah në të bare këtala, krejt dënë mjë përgjitë se i thirje, veç një nefs, me epshin e vetë, me egun e vetë, rezistan, nuk dënë apëtën. Pa i shikon njeri, subhanallah, e refuzojnë dorzimin për kanë, për një nefs i cilin në fundit është shpiuni armikut vetë apëtën. Apo e shetash këtë betej si zhvillohet, apo miku që e dënë njeriun, ai që e ka e çdo gjë, apo po i thot dorzohu. Ndërsa spiuni i dërguar nga armiku, apo për me e prish, po i thot mos u dorzo. Dhe njeriu është në gjendje subhanallah, spiunit më ia dhon pasurinë e vet, jetën e vet, angazhimin e vet, apo spiunit më ia dhon për të shërbyer armikut të tij, e mos u dorzohet atij që po e thret në dritë me dalë, edhe ti përshtatet pushtetit përgjithshëm, skimo, a përre, krejt kalet jënë ra, të gjitha kështillat jënë dërzu, që ka po dënë mo? Veç ti po rezistan. Andaj nëse njëri vallaj hynë në brendin e ti me këtë kuptim, do të shë se sa është e kot rezistenca, pëtën. Badjave e ki, pëtën. Ka të ki, dikur ki mu gjynëzu, pëtën. Nëse nuk dorzohesh sot me dëshirë, ki mu dorzu nesër pa dëshirë. Por dallon situata me dorëzime më pëtën. Dallon qofse dorzohesh kur thirr hayya ala salah. Dorzohu! E namaz, dorzohu. Dallon këtë radhe më bëmë dorzu, se ki benefite. Je dorzu në kohë. Edhe dallon kur thot, o të shpirt i ndyt, dilpi aty i të pëtën. E kësoj radhe s'ka qare po u dorzu, pëtën. S'ka qare po u dorzu. Po kësoj radhe kur dorzohet është pak më ndryshe situata. Nuk ka më benefite, apo nuk ka më kompromise, nuk ka më marrëveshje. Tash ka ekzekutim të vendimit të gjykatës. Apo sikur e thot Allahu xhalla xhelalu, kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun. Apo kulu wa tamattu, hani edhe peni qalilan, një kohë caktuar, sa unë du më ulon. Ama ju jeni kriminala. E kriminalet duhet me gjyku apëtë. Duhet me gjyku kriminalet apëtë. Se nuk jo në dorzu në kohë për me shpëtu nga amnestia. është një kohë e amnestisë, dorzohu të falet. S'ke përdor kohën e amnestisë. Ki më dënu se e kriminal. Apo nga se el-Muhit i ka rrethu të gjithë ata që kanë qenë në sistemin e krimit të involvuar, nuk kanë përfituar nga amnestia ofruar nga Allahu xhallahu ala. Amnesti që askush vallahi billahi kur sa ofron atë. A keni ndonjëherë kryetar shteti që ofron amnesti mëngjes dhe mbrëmje? Apo a keni kështu ndonjëherë? A keni ndonjëherë amnesti që ofron dikush edhe ja zgat dorën kriminalit, apo i thot a pajtom, ai thot s'po du, o pat vjen natën i thot a pajtom, s'po du? A ke pa kështu dikun? Veç Allahu xhallahu ala zgat këtë dorë atë. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl li yatuba musii'un nahar. Allahu e zgjat dorën e tij ditën që të pendohet musi, kriminali i ditës. Musi është kriminal, gjinaqar, ai që ka bu keq. Apo e zgjat dorën e tij ditën, subhanallah, për të pendu kriminali që ka bu krime natën. A pajtohem apo? Ku amnesti ka falje. Ai prap e tërhiq dorën e tij aftën. Duke ndëgjuar kënd, o pat nuk dorzohet. O pat nuk pendohet. Apo dorzohu. Dorzohu se koha amnestis po s'ka dan. Apo prap
spioni i thot, mos e shtraj dorën, thon. Mos e shtraj dorën se hi e keq, thon. Subhanallah. Spioni armiku thot mos e shtraj dorën, ndërsa krijuesi i thot zgat më dorën ta fali, nuk e zgatin dorën, thon. Sa njerëz para nas spalla gjatë natës ja kthejnë dorën Allahut azza wa jalla, thon. Sa njerëz nga këta. Sa njerëz tash ditën nuk ja zgatin dorën, aja u ka zgat për mu pajtua, thon. Sa është koha amnestisë, thon. Nëse ai ka rrethu, janë të rrethum nga gjitha anë, s'ki ku me ik, je në drejtim të ti. Prandaj shikoje, subhanallah, me ndjelehtësinë e mëkatarit. Apo, shikoje, subhanallah, rrezikun e madh që e përjeton dhe ja shkakton vetes ti mëkatari për çfarë çmimi. Për çfarë çmimi s'pe zgat dorën? Për çfarë çmimi s'po dorëzot? Për çka Allah? Çka po t'jap spioni? Kurgjë. Absolutisht kurgjë heq. Kurgjë heq. Spioni po të shfrytëzon ty veç. Ama kur s'po t'jap atë? Nëse Allahu xhallahu ala kurgjë s'po të shfrytëzon, po këtë po t'jap atë. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Sa përzgjedhje të tmerrshme kanë bu kriminalet atë. Shumë keq jeni mashtru. Shumë përzgjedhje të keqe keni bu kur e keni zgjedh spionin, apo që të vendos për dorëzimin e juaj dhe për zgjatjen e dorës së juaj, i cili kurgjës t'jap. Çka i ka jap i deleguari, i spion, i deleguari, do thotë i armiku, çka i ka jap njeriu? Ose para kësaj, ai që është në bashkëpunim me këtë spion të brendshëm, që është nefsi, shejtani, çka i ka jap njerëzve? Ma tregoni njëherë në histori, në diçka që e dimna, prej asaj që Allahu na ka informu, ka se Allahu xhallahu ala dini është i drejtë, se u hakon kërkujt atë. Kur? Ma tregoni një të mirë, një, jo njerëzimi, jo në një kohë, jo, veç një njeri, një të mirë e ka pas për shejtanit atë. Këtë e kapi Allahu azza wa jall. Atë kursi Allah e ka zbrit. Apo ai veç e ka kallëzuar ato që ka i dham, se është e koni i detyruar me ka lidhë bukurera apo. Apo kjo është shpëtina. Kjo është ka qenë i detyruar me kallëzuar atë kursin. Allahu shpëloj që është, po koni i detyruar, kjo është e mirë e tina, kjo si ngjet atina. Kjo nuk i llogaritet atij. Apo është e ti, ajetul kursia është ai veç ka thonë e kini pushk, apo s'di pse s'po më gjun me ta. Kush e ka detyruar me kallëzu këtë punë? Çaj që ta ka mundësu me e lidhë, apëtan. Kjo së ngjet, apëtan. Kjo së ngjet. Prej vullnetit të mirë dhe dëshires për mirë në i herë diçka që ka po mirë. Kur? Asë një herë. Nënën tjetër, gjdo e keqen këtë botë që është, gjdo konflikt, njerës të mbita ademit të vlazën, shikon dirin që në shkollën e armisu, vëllaj, si kurse me konë loje krijesash, nuk ishtë në armisu që ka qëfar të apëton. So lufta, so përplasa, so gjakderdhja, apo so krimi mes njerëzve, bit një babe. A ke po nërë vlazën ka qëfart mu. Vlazën, në kuptim po thëmë të një babe që vinë, apo ka që shumë me urejtë dhe me u luftu, kush e ka nëzit këtë urejtë e ka që të madhe? Qaj që po tëtë mos jashtri i dorën, apëtën. Veç qaj, apëtën. Subhanallah. Shiko kër e me këtë pasqyre vloj në ruar, apo, këtë skenë e merë edhe qëtë anash edhe thush, a që kështu ka këtonë kur bëgjuna? Që kështu të ka situata? Nëse njerë nuk i shumë këtë skena. Nga se nefsi a qëtë një skenë tjetër. I mlën nefsi, normalisht, para me ta qëtë këtë skenë të të përdet nefsi. Andaj qëtë skenat të joshjes, skenat të mira. Ne do një pa, do pra pas skena tjera, apëtan. Apo, se jo këtë që ka do kënë skena që ashtu, apëtan. Apo, pra pas skena të një interesant me i pa, apëtan. E pra pas skena zë shë realitetin që ka pëndohet të aman. Apo, mas, jo ato që ka shenë lajme që ashtu, apëtan. Jo, apëtan. Në dush me pa, kur pregaditën lajme që shbohën, e mërvesh të një saksin e lajme që ty prezentohën. Apo, sa redaktura është, apo e sa largimi është, e sa cenzura është, e sa, në fund më të kallëzohet ajo që ka kaptë. E mos u merr me ato që të kallëzohet, me ato që ti e sheh, po, merr me ato që ka prapa kësaj, e sheh pak më ndryshe apo.
Edhe prapaskena e mëkatit nuk është e knatësia që duket, prapaskena e mëkatit nuk është e josha që duket, prapaskena e jetës së këtyre njerëzve që nuk ja zgatin dorë në Allah xhallahu ala, nuk është ajo që duket, është këtë tjetër prapaskena është ajo. Edhe prapaskena e jetës tonë nuk është ajo sprova që ti po e sheh përpara. Plot njerëz apo kur kthehen tek Allah xhallahu ala ja zgatin dorë në Allah te bareka taala, ju shfaqen do skena stacionet të domosdoshme për filtrim, veç. Aja e shek këtë, mos i shek në sprova, qërë do prapaskena prapas provave, e shek se kjo begatia Allah të gjellë. Absolutisht s'ka të bëj me kur gjë, për atë që duket, ka diçka për te i kësaj aftër. Andaj pëndodhë ka ere për shembull që një njëri, posa të fillan më u falë. Subhanallah, dhe kjo, interesant, shpesh herë pëndodhë, që njerët marë mu anku. Një motër muslimane posa të mbulohet. Posa të merë vendimin e mbulesës, i shfaqen probleme për shembull me seher, probleme me mësysh, probleme të caktuara, që këm pas të kur, këm flajt rahat, apo, si janë nisa mu falë, u shfaq që kjapëtën. Apo? Nuk është e mundshme, kur, që me e shkaktu namazi këtë problem, apëtën. Namazi e ka shfaq një problem që e ke pas gjithë, apo, ta ka qitë në shesh, se që kjo konë që të ka pengu gjithë, që kjo konë e që ti e konë kontrol diku gjithë, ka arë namazi e ka demasku situatën reale çfarë është atë. Ka arë shamia e ka provokuar mikun, e ka qitë skenë, realisht kush është? Ajo që e ka shkaktu, korë vallahi apën, nuk është e mundshme, si të mbulosh, mbulesa është largim i shejtanit, përmendja Allah xhallahu ala është dëbim i tij, namazi është dështim për shejtanin, apën. Që s'ka mundësi me ia çel dyrt namazi, i fortifikum ka qenë pa u falë. E si u falë, u qelën dyrt e shejtanit, naudhu billah. Mos ndodh kjo. Kur ka qenë zbuluar, e mbrojtën e për shejtanit. E si u mbulu, tash e pa mbrojtën. Mos ndodh kjo vëllai, dhe pa mundshme. Kjo është mendim i keq për ibadetet. Kjo është mendim i keq për Allahun xhalla xhelaluhu apëton. Po namazi ka qitë prapaskenat. Apo, i ka qitë prapaskenat, edhe elhamdulillah që i ka demasku në kohë për me diti me çka më marr. Ku është armiku, ku i ki problemet? Se kanë majtë mu shfaqin kora caktuara, kur e kishe pas problem me rezistu pas të japëtën. Wallahi shumë problem e kishe pas me rezistu apër. Mos me ne i shfaq namazi prekjet e shejtani që ne i ka bo kora kurse mi falë. Apo, kur ishin shfaq? Ishin shfaq kur duhet me thonë la ilaha illallah me dalë për dunjas e nuk mund është apëtën. Ama mirë që tash mu shtrëngu pak me ta, e mu shliru kur vjen koha me thonë la ilaha illallah, po që kjo namazi, po të çliron, po të pregadit për një akt vendimtar për udhimin tënë. Nëse Allahu xhallahu ala ka mësuar në Kur'an, në surën Mu'minun, Allahu xhallahu ala thot: "Thuaj wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun." Thuaj o Zot, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga çdo cytje dhe prekje e shejtanit, dhe kërkoj mbrojtjen tënde o Allah që mos t'jenë ata prezent me mua apëtën. E qysh mos jenë prezent me mua, po ata gjithë jenë prezent me ty apëtën. Është një kërkesë që bie ndesh me një realitet, apo? Kanë thonë dietarët, nga se mas saj, me herë mas të ejti, lezëne, kjo është ajet surën 90, sa kujtoj Mu'minun, lezën 90 me herë. Mas saj Allahu përmen moment të vdekjes apëtën. Andë ulemat kanë thënë, kërkesa që jahdurun, mos i kam pranë veti janë, bile spaku kur do shpirt të janë veç me ty, apëtën. Mos të janë këta të më prejkë mua të rapëtën. E ku e din të sa po të prejkin? E shfaq namazi këtë luft, apëtën. Nuk e din vëllaj realisht në qëfar beteje je, përveç se kur ti fillon me i godit, apëtën. Ka se ku e din të sa është i fort, ajtë që i kom të nejtë. Apo, normal, ajtë ka pas në rëthim, edhe në kontrol. Kes, anë e që sajt, kur që ke prish? Apo, ti ke menov se s'ka kur gjapëtën. Prava me ja prish një herë apëtën. Ta një eshe rahmetin e ti apëtën. Prava një herë e prish apëtën. E ta një eshe realisht mi qasin me këne ki apëtën. E kur ti të fillon më u falë, ja prish bagi fort mi qasin apëtën. S'ka qare pa reagu apëtën. Reagimi nuk është fillimi i kësaj armitsie. Jo, vëllaj apëtën, jo. Namazi, po du me thonë, mbulesa është shfaqe e kësaj armitsie. E cila ka qenë gjithmonë që kështu.
Po ti s'ka rezistu, edhe ai ka nejtë rahat. Prandaj, duhet shikuar pra pas skenat, për ta pa shëmtueshmërinë e mëkatit. Duhet shikuar pra pas skenat, për të shikuar bukurinë e adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall. Atëherë është nimetin e madh të udhëzimit të Allahut xhallahu ala që ai ta ka dhënë. Atëherë është begatinë e madhe që Allahu ta ka mundsuar me lëviz dorën si duhet në kohën e dur për më u pajtu me Zotin xhallahu xhelaluhu. Në kjo është ndikimi i rëndësishëm i emrit të Allahut El-Muhit, i cili të ka rrethuar nga të gjitha anët, dorzohu, istaslim, sikur se i ka thënë pejgamberi sa aslim, taslam, apo dorzohu, pshton. Çfarë i ka thënë Herakliut, i ka thënë aty kryetarëve që ju ka dërguar letra, dorzohu. Ai si ka rrethu shtetet e tyre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Apo sa ka dërguar ushtrin me rrethu kështjellën e Herakliut, as ka pas ushtar atje. Po në letër i ka thonë eslim. Eslim çka është? Dorzohu. Dorzohu kujt më du? Dorzohu Allahu Azza wa Jall. Teslam. Eslim, teslam. Dorzohu, pështan aftan. Pe selam. Pështan. Dash me pështu, dorzohu. Nëse nuk dorzohesh, atëherë s'ka dhënë afati amnestisë dhe fillon pastaj një procedurë tjetër që padyshim është e dhëmshme për çdo qoftë i cili nuk ka përfituar nga amnestia ofruar nga ana e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është një ndikim për ndikimeve të emrit të Allahut xhallahu ala El-Muhit që patjetër në jetën tonë të përditshme na ofron skena të rëndësishme që duhet të shohim si janë ato realisht dhe na bën që të shohim gjërat si janë e jo të mashtrohemi me disa skena që na ofrohen nga ana e shejtanit, nga ana e epshit në mënyrë joshse që mos i shohim prapaskenat e veprimeve. Allahu xhallahu ala na mëson që ta shohim të vërtetën si është e vërtetë, të bukur, të këndshme, të dobishme për neve. Dhe na mëson Allahu xhallahu ala që ta ndjekim atë gjithmonë gjatë jetës tonë. Allahu xhallahu ala na mëson që të na shfaqet e kota ashtu si është e shëmtuar, e keqe, apo e nevoritshme, e irrituar, që të ikim prej saj, të largohemi prej saj kudo që të jemi dhe sado që të jemi në jetën e kësaj bote. Me kaq po i do fund kësaj pjese, do të vazhdojmë me këtë emër inshallah në pjesën e dytë. Allahu xhallahu ala shpërblet sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.